Tre gjana kush i posedon e ka shijuar brendësinë e imanit bashat ëmbëlsirën. Ta doje Allahun dhe pejgamberin më shumë se çdo sen. Kur gjë nuk i paraprin kur është pyetja Allah dhe pejgamberit. Asgjë, as gruaja, as evlada, as pasuria, as autoriteti, as fama, as asgjë. Kjo është një. Dy, ta doje një person vetëm për hir të Allahut, asgjë tjetër. Lidhja dhe raporti, marrëdhëniet me ata nuk ka diçka deri prapavjekse e dunjas, thjesht vetëm dashuria për hir të Allahut. Dhe e treta, ta urreje mu kthy në mosbesim, në xhailet, sikur që urrejn me hedh vetëm në zjarr. Në këtë hadith ka përmend me shembull figurativ, se ndonjëherë duke sjell njeriu të shembull i afrohet nga mendja ai pasqyrimi. Edhe shtet me meditu. Si do të më urrej të keqën, zinajën, alkoolin, kamatën, punë të liga, punë të fllihura, sikur që urren më të zjarr. Ki po, do më të hedhë dikush një anxhel. Kështu do të më urrej, më largu sikur që largohesh nga luani. Po i posedove e shijon, për ndryshe kemi met si përfatësisht, ki iman, ama nuk po e shijon.